Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, ja 3 ushqimet që duhet të hani në mëngjes për të ulur sheqerin në gjak. Ngrënia e mëngjesit rregullisht është treguar se zvogëlon rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare dhe obezitetit. Gjithashtu, ngrënia e një mëngjesi vërtet të shëndetshëm do të përmirësojë funksionet e trurit, veçanërisht kujtesën dhe fokusin, sipas ekspertëve në Universitetin e Kalifornisë. Tani një studim i ri sugjeron se tërshëra mund të kontribuojë gjithashtu në jetëgjatësinë tuaj, duke ndikuar pozitivisht në vlerat e trupit dhe në rritjen e përmirësimit të imunitetit dhe jo vetëm. Po ashtu zbulua se një ulje e shkallës së humbjes së jetës në mënyrë të parakoshme te njerëzit që hanën rregullisht bollgur në dietën e tyre. Përveç kësaj, studimet të tjera tregojnë se tërshëra mund të ulë kolesterolin dhe të rregullojë gjithashtu edhe nivelet tuaja të sheqerit në gjak. Ekspertët rekomandojnë konsumin e këtyre produkteve sidomos në pjesën e mëngjesit për të nisur ditën në rast se po vuani nga shqetësimet të theksuara të luhatjeve të sheqerit. Bollguri është gjithashtu i përballueshëm dhe mund të shtohet lehtë në dietën tuaj, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e vlerave të shëndetit. Shtesa si frutat, arrat janë të mira për shëndetin tuaj. Gjithashtu mund të shtoni erza dhe të rrisni nivelin e ushqyesve për trupin tuaj. Këto janë përfitimet kryesore që reduktojnë dhe përmirësojnë shëndetin tuaj kundër luhatjeve të diabetit. Reduktoni kolesterolin dhe rregulloni sheqerin në gjak. Bollguri redukton përthithjen e kolesterolit në gjak dhe përmirëson gjithashtu rregullimin e insulinës, gjë që redukton rrezikun për diabet dhe sëmundjeve të tjera të zemrës. Ai përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar dhe duhet të jetë pjesë e mëngjeseve tuaja të shijshme. Mineralet si seleni dhe bakri, që gjenden kryesisht tek bollguri, janë të mira gjithashtu në luftimin e infeksioneve. Promovon shëndetin e tretjes. Bollguri përmban elementë të mirë që përmirësojnë tretjen dhe stabilizojnë kështu edhe luhatjet e sheqerit dhe mund të cilësohen si një nga zgjidhjet më të mira për personat që tashmë vuajnë nga luhatjet e papritura të sheqerit në gjak. Nëse doni të mbani nën kontroll luhatjet e sheqerit dhe të përmirësoni nivelet e tij, atëherë duhet të konsumoni produktet e duhura ushqyese. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli sheqerit në gjak rritet ndjeshëm. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë për diabetikët rekomandohet edhe për ta mbajtur atë nën kontroll dhe për të stabilizuar kështu luhatjet e sheqerit në trup. Por cilat janë ushqimet më të rekomanduara sipas ekspertëve të Healthline, të cilat do të ndihmojnë pozitivisht në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe stabilizimin e shëndetit tuaj. Sipas Health.com do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat do të ndikojnë edhe në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Arrat. Në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arrave që përmban sasi të yndyrnave të shëndetshme përmirësojnë kështu nivelet e sheqerit në gjak dhe kontribuojnë ndjeshëm në përmirësimin e luhatjeve të tij dhe parandalimin e këtyre shqetësimeve. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë dhe mund të konsumoni 7 deri në 8 kokra arra në ditë për të përmirësuar shëndetin tuaj. Çaji. Çaji është përplot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyrore si çaji i jeshil ose çaji i zi. Për sa kohë që është rreptësisht pa sheqer të shtuar, mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në dobi të organizmit tuaj. Një tjetër zgjidhje gjithashtu janë edhe patatet të ëmbla. Të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime të mira shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë për personat që tashmë vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të stabilizuar nivelin e sheqerit në dietën mesdhetare. Vaji i ullirit është një element kyç që kontribon në jetëgjatësi dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Dhe si i tillë duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të përgjithshme, duke ndikuar pozitivisht edhe kundër luhatjeve të sheqerit.
Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga diabeti është edhe tërshëra. Tërshëra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për këta persona dhe mund të jetë gjithashtu një kontribues efektiv në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak, duke ndikuar kështu në stabilizimin e niveleve të duhura të sheqerit. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se zvogëlon gjithashtu luhatjet e sheqernave në gjak dhe stabilizon më mirë nivelet e tyre. Çokolata e zezë. Për aq kohë sa është e zezë, sa më errët çokolata, aq më të lehtë do të keni edhe në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon edhe rezistencën e insulinës. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për shëndetin tuaj është edhe spinaçi. Spinaçi është i shëndetshëm për diabetikët, është shumë i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët, dhe spinaçi është një zgjidhje shumë e mirë që mund të shtohet në sallatat tuaja. Farat e lirit. Të gjitha komponentët e mirë që luftojnë në diabetin janë paketuar në këto fara të vogla. Yndyrnat e shëndetshme, fibra dhe proteinat janë një zgjidhje shumë e mirë në rastin tuaj për të stabilizuar kështu edhe nivelet tuaja të diabetit. Është e rëndësishme që për çdo shqetësim të keni të adresoni atë tek mjeku juaj, por kujdesi i një zgjidhje më të mirë me ushqime mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë. Brokoli. Nëse ka një perime të mirë për diabetikët, është edhe brokoli. Ajo përmban përbërës të veçantë që luftojnë në luhatjet e niveleve të sheqerit në trup, duke kontribuar kështu në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të sheqerit në gjak. Gjithashtu fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që kanë luhatje të sheqerit në trup, duke ndikuar pozitivisht edhe në menaxhimin e shqetësimeve të tyre. Fibrat për një diabetik janë pjesë e rëndësishme e dietës së tyre, dhe fasulet janë një burim shumë i mirë i fibrës në dietën perëndimore. Ato janë të mira sepse ndihmojnë në uljen e luhatjeve të glukozës, vetëm mos e egzagjeroni me sasinë që përdorni fasulet. Manafera. Çdo lloj kokre e kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2, manaferat mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe tipi 1 mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak. Peshku. Peshku është një nga burimet më të mira të niveleve më të mira për të stabilizuar kështu luhatjen e sheqerit në gjak. Ai është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për diabetikët dhe duhet të jetë pjesë e tyre. Peshku është një burim i proteinave të shëndetshme në dispozicion, siç dihet, të cilat janë të mira edhe për shumicën e diabetikëve. Dhe gjithashtu, omega-3 që gjendet e peshqit është një zgjidhje shumë e mirë në stabilizimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Farat janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për diabetikët. Ato janë të pasura me yndyrra të shëndetshme siç është omega-3, antioksidantët efektiv të cilët ndihmojnë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit dhe stabilizojnë gjendjen tuaj. Kështu ekspertët këshillojnë edhe përdorimin e tyre vazhdimisht në dietën tuaj, çka do të sjellë përfitime të mahnitshme shëndetësore. Ekspertët cilësojnë se perimet jeshile janë një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Ato janë të mira në stabilizimin e luhatjeve dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Të gjitha varietetet e fasuleve dhe bishtajave janë zgjidhje të mira ushqyese, sepse ato përmbajnë element shtesë që stabilizojnë luhatjet e sheqerit. Fibrat e tretshme që gjenden te fasulet janë të mira në përmirësimin e bakterieve të zorrve dhe reduktimin e rezistencës së insulinës, të cilat janë të rëndësishme dhe një porcion sa 1/3 e filxhanit me fasule në ditë të paktën 3 herë në javë janë të mira për të stabilizuar kështu luhatjen e sheqerit të personat që vuajnë nga diabeti. Prandaj edhe konsumi i produkteve të duhura ushqyese është një mburojë shumë e mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.